Tash gjeneratat e reja që tha e kujtojnë edhe mendojnë tradhtin, gjeneratat e reja komplet gati shumica, mos me tha 99% i falin tradhti. Sepse ka shumë vajza që kanë pas të dashur më herët, kështu që ata i marrin nuk është që ja kujtojnë vazhdimisht. Tradhtia a falet ose a mundi me kthy besimin, siç ishte pyetja, po mundi me kthy. Nëse njerëzit veç janë karizmatik, nëse ka qenë të dashuruar, pavarësisht një krisje, unë jam i bindur kthehet. Sikur ne që kemi në familjet tona një konflikt bukur të madh, edhe kthehet apet normalitetit, sepse fundi nëse kanë pas një kohë dashuri, edhe shota e dashurisë ose thyhet në një moment, nuk është që nuk kthehet. Do thotë unë një plot raste që kanë pas tradhti, sot janë po themi të lumtur, edhe janë të bashkuar edhe është problemi që kanë pas problem. Unë mendoj edhe sa e rënd ka qenë çështë. Nuk është gjithmonë, sepse varet para po themi tek njerëzit se si ata tani qesin për çmërit. Jo të gjitha gratë që ose burrat që e falin dikon edhe mendojnë tash me vazhdimisht me majt nën kontroll, kjo nuk është jo me majt nën kontroll. Po zakonisht kur ti heshtje mund të jesh e zgënjur. Sepse na shumica prej neve po vlerësojnë vetëm me mendimin tonë, jo me marrëdhënie nuk është e shëndetshme. Kur I thehet besimi. Sepse tash gjeneratat e tona më të mëdha shohim tradhtin si absurd, gjeneratat e reja unë mendoj që tradhtia është gjithmonë një çështje madhore që secili prej neve. Nuk është çështje fort madhore në ditët e sotme. Apo për shkak mendoj, kushdo që e mendon që shpesh, por është madhore. Po, është madhore. Por rritet më shpesh, po është madhore. Gjithsesi është komponenti kryesor. Jo njerëzit që divorcohen, po divorcohen, pjesa nuk po divorcohen për shkak tradhtive. Na nuk po flasim për lidhje që janë asgjë serioze, ndoshta që nuk e konsiderojnë diçka të madhe tradhti. Nëse bëjnë një studim, pjesa më e madhe e lidhjeve nuk ndahen për shkak tradhtisë. Ndahen për shkak anës ekonomike, për shkak ndikimit të jashtëm të palës së tretë, se s'po du me jetu me këta ndërhynojnë, se pjesën më të madhe në këtë çështë. Nuk është që po ndahen ata për shkak tradhtisë. Kur lind tradhtia, linden edhe probleme të tjera. Pastaj nuk ka respekt. Edhe ekonomia, kur lind ekonomia, njerëzit e varfën ka edhe ashtu tradhtisë se këshyr me gjeti farbosi që ka parë pak më shumë. Ato janë kushte vërtetë. Fillimisht ta kemi të qartë, gjithmonë se jemi duke diskutuar për marrëdhënie gjinuare.